Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në shkruhet memorandumi ushtarak tripalësh ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, përmes tij synohet të forcohet aftësia mbrojtëse e tre vendeve. Në këtë kushte parashikohet rritje e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe të përmirësohet ndërveprimi ushtarak përmes edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve të përbashkëta kundër veprimit ndërmjet kërcënimeve hibride dhe forcimi i qëndrueshmërisë strategjike, ofrimi mbështetjes së plot për eurointegrimin euroatlantik dhe atë të mbrojtjes rajonale. Në konferencën e përbashkët për shtyp, ministri i mbrojtjes i Kosovës, Eyüp Maqedonsi, theksoi se marrëveshja synon finalizimin e përpjekjes njëveçare që çojë në prodhimin një deklarate tripalçe e që jap rrugë bashkëpunimit mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Synimi i këtij bashkëpunimi nuk është një kërcënim ndaj askujt, por është një mesazh për të gjithë ata që kërcënojnë sigurinë, paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, mes vendeve tona që ndajnë vlera dhe interesa të përbashkëta. Ne jemi bashkuar për të përballur me çdo kërcënim dhe rrezik që synon destabilizimin e rajonit, deklaroi Maqedonsi. Marrëveshja u firmos në Tiranë nga ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu, ai i Kroacisë Ivan Anushi dhe homologu i Kosovës Eyüp Maqedonsi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Veprimi ullet nga një gjykate turpshme, komentoi mes të tjerave kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vendimin e gjykatës speciale për të mos lejuar ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi të marrë pjesë në ceremoninë e varimit të babait të tij. Përmes një postimi në rrjetin social X, Rama shkroi se ky është një veprim i ulët nga një gjykate turpshme që drejtsinë ndërkombëtare e ka kthyer në shaka të drejtat demokratike në fjalë boshe dhe vullnetin e lirë të kuvendit të Kosovës në bumerangët më brutal, shkruan Rama në rrjetet sociale. Kritik me vendimin e gjykatës speciale për të mos lejuar Hashim Thaçin që të jap lamtumirin e fundit babait të tij, është shprehur dhe emisari special i SBA-s për misionet posaçme, Richard Grenell. Ai shpërndau postimin e kryeministrit Edi Rama në rrjetin social X, i cili kritikonte ashpër gjykatën për refuzimin e kërkesës së Thaçit dhe duke i akuzuar se ka kthyer drejtsinë ndërkombëtare në një fars. Grenell, i cili shërbeu si përfaqësues i posaçëm i SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi, ka shprehur vazhdimisht pakënaqësi ndaj gjykatës speciale duke cilësuar një institucion me prirje politike që ka penguar paqen në Ballkanin Perëndimor. Ministri i Drejtësisë e Kosovës Albulina Axhiu thotë se lidhur me këtë vendim të padrejtë ndaj Hashim Thaçit do t'i shkruajë kryetares së dhomave të specializuara. Proceset gjyqësore duhet të jenë të drejta dhe të bazuara mbi respektimin e të drejtave më elementare njerëzore. Nuk ka gjë më njerëzore se sa të marrësh pjesë në varimin e prindit, shkruan mes të tjerash Ministria e Drejtësisë e Kosovës Albulina Axhiu. Organizata e veteranëve të luftës ushtrisë çlirimtare të Kosovës shprehu indinjatën duke i quajtur të padrejtë dhe jo human vendimin për të mos lejuar ish presidentin e Kosovës të marrë pjesë në varimin e babait të tij. Ky vendim nuk është vetëm një shkelje flagrante të drejtave themelore të njerëzit, por edhe një akt që bie ndesh me vlerat universale të humanizmit dhe drejtësisë, shkruan Organizata e veteranëve të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndërkaq, ata i kanë bërthirë institucioneve ndërkombëtare që tragojnë ndaj kësaj shkelje të drejtave themelore dhe të marrin masa. Gjykata speciale e Hagës ka thënë se aktualisht s'ka as kërkesë publike dhe as vendim publik të ndonjë gjyqtari lidhur me lirimin e mundshëm të ish presidentit Hashim Thaçi për të marrë pjesë në ceremoninë e varimit të babait të tij në buroj të Skënderajt. Reagimi për gazetën Express vjen nga zëdhënësi i dhomave të specializuara. Michael Doll tha se speciale i publikon të gjitha dokumentet publike në faqen e gjykatës. Aktualisht nuk ka kërkesa apo vendime publike për këtë çështje, tha Doll. Sipas tij deri më sot domat e specializuara kanë menaxhuar 13 vizita në Kosovë për të paraburgosurit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.